Mesazhe për paqe, mbarësi e dashuri janë përquar në meshën qendrore të mbajtur të shtunën brëma në katedralen Shën Tereza me rastin e festës së Pashkve, duke ftuar besimtarët katolik që këtë festë të madhe ta kremtojnë me lutje për paqe dhe zemrat e mbushura me shpresë dhe gëzim. I peshkëvi Dot Gjergji bëri thirrje për paqe pajtim në mbar botën, si një qëllim i përbashkët për të mirën e njerëzimit. Ai ka thënë se Pashkët nuk janë thjesht një datë kalendarike apo një zakon që përsëritet çdo vit, por një ngjarje e gjallë për jetët tona. Kjo nuk është thirrje për të përballur me keqen, por të përballojmë atë në dashuri, ta sfidojmë në forcën e së vërtetës. Dhe çështja si dhe tua tona të çështojmë me Zotin, sepse kështu i ka hije bijve të dritës, se rejtë për në spërësim. E famullitari i katedrales Nëna Terezë, Dona Gim Qerkini, në meshën e mbajtur të dielën, kërkoi nga besimtarët katolik që të kthehen në bartës të paqes dhe shpresës. Krishti vazhdon të na ftojë në vepra bamirësie e dashurie. Nuk mbyllet cikli i fesë në ditën e Pashkëve, duke vazhduar pastaj të jetojmë ashtu si na thot mendja. Jezus i nafton që gjithnjë të mundohemi veprat tona t'ia përshtatim mësimit e tij, atëherë jeta është jetë. Presidentja Vjosa Osmani ka uruar që Pashkët katolike e ato ortodokse të shërbejnë si moment reflektimi për afrim e dashuri me njëri tjetrin. Të gjithë besimtarëve katolik dhe ortodoks ju uroj nga zemra Pashkë të bekuara, paqe në zemër dhe gëzim në familje. Kjo festë, e cila këtë vit na bashkon në një datë të vetme, na kujton fuqinë, shpresën dhe besimin e palëkundur për një të ardhme më të mirë. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se kjo ditë duhet të kthehet në pikë fillim për dashurinë ndaj njerëzve dhe vendit. Është më shumë se një festë, është një ftesë për reflektim, rilindje dhe shpresë. Kjo ditë na e sjell pranë mendjes e shpirtit dritën, dashurinë dhe ripërtritjen. Ta duam njëri tjetrin dhe atë dheun në pambarim. Ta kemi shpresën të madhe sa dëshirat. Ta mbrojmë dritën si që mbrojmë vetën. Ta përmbushim sprovën e të qenit njerëz me besim e me virtytin e së mirës. Besimtarët i kanë uruar edhe krerë të tjerë institucional e ata partijak.